Kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit të rojeve të sigurisë në këto lokale. Ata në vend se të parandalonin krimin, e fshehen për orë të tëra krimin. Në mos, hetimi do të regoj, nofta edhe morën pjesë në masakrimin e 20 vjeçarit portugez. Një turist mund të humbas jetën në një vend. Mund të ndodhë dhe të marrë goditje fatale. Por turistit portugezit ndodhen këto në një mjedis, kur rojet e sigurisë ishin punojës shtetëror. Dhe kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit, dhe njëherë, ata punojës kishin detyrë ta parandalonin. Nuk mund të them se futën apo jo thika në trupin e turistit, po atë që them ata bërë një krim të shëmtuar, sepse e fshen krimin. E fshen krimin e shëmtuar. Dhe shëmtia vazhdon më tej kur krerët e narkoshtetit rrahin gjoksin për sukses se u kap vrasësi. Pas shumë e shumorësh. Në vend se duhet të skuqeshin me turp. Për aktin që ndodhin duart e shtetit. Portugezin, pra, e vrau mjedisi kriminal. I krijuar nga narkoshteti në Sarand, në Ksamil dhe në Gjërë. E vrau mjedisi i dominuar nga të fortit e shtetit. Thika ishte vetëm mjeti, instrumenti këtij mjedisi. Sot, ambasada të vendeve partnere kryesor njoftojnë qytetarët e tyre apo u tregojnë listën e lokaleve në të cilat nuk duhet të shkojnë. Që të gjitha këto kanë licenca. Por ato vazhdojnë punën pas një lloj shqetësimi sepse janë të miqve të qeverisë. Saranda njohu 2 ngjarje, kjo është më tragjikja, por më parë u shkelmua oficeri i policisë. 2 javë më parë u vra tjetri në derë të shtëpisë aty. De facto rendi është në duart e krimit. Dënoj me forcën më të madhe dhe njëherë. Shpërngushtrim e familjes. Çdo shqiptar duhet shpërngushtrim e kësaj familje. I biri sa erdhi në Shqipëri për pushim. Kthehet në Arkivol nga banda shtetërore. Faleminderit.